وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah në pranon salavatet tona për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe ju të dashur besimtarë dhe besimtare, asnjëherë mos ndaloni nga dërgumi i salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të jetë një mirësi dhe begati e madhe për të dy jetët. Por ajo që do të jetë më e mira kryet e gjithë këtyreve, për që ta frym gojë që i ke harxhu, duke thonë Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allah falem me shiroje dhe begatoje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe familjen e tij. Sikur begatove familjen e Ibrahimit alaihi salam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të dëshmojë për këtë njeri në ditën e llogarisë. O Zot, filanin mos e dëno, se ka dërguar salavat mbi mua. Edhe dëshmoj që është për ummetin tim, për i dashurve të mi, për atyre që kam pas moll me taku. Edhe do të jetë pra shefatçi për secilin prej atyre që dërgon salavat. Ai që se din let na thot, t'ia shkruajmë me i flet, edhe e kërkoni edhe në internet, e keni sa dush aty, nuk ju kushton asgjë gjë. Allahu të na pranojë salavatet tona. Allah na fal na mëshirot gjithë ne që jemi këtu ya Rabbil Alamin. Allah mos na turpro përpara madhërisë tënde. Mos na turpro dhe këtu ndinjoj ya Rabbil Alamin. Na i fshi gjinahet. Vëm në këtë ditë xhumaje me shumë gjinafe, Allah na i fshi. Allah të lutem për gjithë ne që jemi këtu, na mbajnë në kujdesin e madhërisë tonë dhe na i vazhdoj jetët me iman, me besim, me mirësi, edhe me begati ya Rabbil Alamin. O i madhi Allah, gjithë ne që jemi këtu, vëm me halle, na i lehtësoj ya Rabbil Alamin. Vëm me borxhe, na ndihmo që t'i likujdojmë ya Rabbil Alamin. Allah vëm të smur, na shëroj ya Rabbil Alamin. Na kthe në gjendjen më të mirë që kemi qenë ya Rabbil Alamin. Allah vëm të varfër, na pasuroj ya Rabbil Alamin, me mëshirën tënde, me ganimetin dhe pasurinë tënde ya Rabbil Alamin. O Allah, ato që vend pa martuar, mbas 10 minuti, dim dhe vajza jepo fathajet ya Rabbil Alamin. O Allah, ai që vjen pa punë, punësoje ya Rabbil Alamin. I jepi punë të hajrit halal ya Rabbil Alamin. O Allah, lutjet e mia shkojnë sot edhe për babain e Armandit, Safin, vllajt ton apo djalit ton besimtar, i cili prej vitesh përfalet me ne, po i jati i kaloi prej kësaj jete. O Allah, të lutem për Safin, me shiroje ya Rabbil Alamin. I jepi xhenetin e lartë, zgjeroja varrin dhe bëj nga mbarçat e xhenetit. Ndreçoja fytyrën përpara madhërisë tënde, lehtësoja llogarinë, shtoja të mirat, fshirë të keqe dhe jepja librin në krahun e djathtë. Edhe në momentet e vështira kur do të kaloj në urën e siratit, më shiroje dhe ndihmoja të kaloj. Shoja jetin me burimin e qautherit. I jepi të pi nga dora e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të lutem, strehoje në hijen e arshit ton, të lutem, më shiroje dhe bashkoje në xhenet, së bashku me gjithë burrat besimtar, ndaj të cilëve e ke ndaluar dhërimin ton dhe ju ke bën pjesë xhenetin. Unë të lutem dhe për të gjithë dashurit që kanë lënë mbrapa, Armandin me nanën e tij, matën e tij dhe të gjithë farefisin bekoj, mëshiroj, mbroj, siguroj, vazhdoje jetët me iman, me birësi dhe begati, me rizq halal dhe siguroje gjithçka ju duhet, gjithçka ju mungon, plotësoje ya Rabbil Alamin. Allah pranoje këtë lutje për gjithë ne, Allah pranoje edhe për gjithë dashurit ton, të cilët na kanë kaluar për kësaj jete, fali mëshiroj dhe bëj për banorët e xhenetit. O Allah, mos ta nxjerr për kësaj xhamie vetëm se me gjinohat fshime, ya Rabbil Alamin.